është duke ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e plotë të ligjit për të huajt dhe ligjit për automjete. Shtetasit e huaj në pikën kufitare dhe u i bardh janë njoftuar për masat e reja nga zyrtarët policor, ndërsa nga e hëna në të gjitha pikalimet kufitare në vend do të fillohet me aplikime për leje qëndrim apo lajmërim të adresës. Ky vendim nuk është mirëpritur nga shtetasit e huaj në pikalimin të Dheu i Bardh. Në lajmëru policia që e kam bu këto për 90 ditë veç me qëndrua në Kosovë. Menoj që nuk është e drejtë, se na vizitojmë familjen shpesh, kontribojmë për këtë vend, besoj që nuk është e drejtë. Ta në 90 ditë mos me mujtë me hi. Që ke ndryshim? A ju paracet problem juve kjo? Po, unë për ditë kaloj këtu parna. Për njerëz që nuk kanë dokumente të tuajt në rregull është për shembull se bojnë këto për emigrantë këto që vinë në Kosovë, do të marrë leje qëndrim me këto është shumë në rregull. Për neve që kemi dokumentet të Kosovës, vetëm se kemi vetuar me tabelat jashtit, unë mendoj se kjo veç kish më thonë ngarkesë më tepër. Edhe shtetasit e Shqipërisë nuk e mirëpritën këtë vendim. Nuk është drejt, nuk është mirë, nuk është shu, jo se s'kemi që bëjmë, në ligjin të zbatojmë. Na kemi ardhur për herë, kemi ardhur shumë pa le, pa gjë. Ne jemi dhe shqiptarëve, nuk ka problem jashtë. Po na jemi një kombe, pse me qitë na këto rregulla? S'duhet. Një kom një gjak normalisht duhet këtë dogan fare, duhet kalojmë lirshëm dhe duhet vini lirshëm. Kanë gabim. Nuk duhet të ekzistojë. Jena një. Ky regjistrim ka për qëllim integrimin e të dhënave të lindjes, martesës dhe vdekjes në sistemin zyrtar të Kosovës, ndërsa shtetasit e huaj janë të obliguar që ta deklarojnë adresën brenda 3 ditëve nga hyrja në Republikën e Kosovës. Deklarimi mund të bëhet online apo edhe në stacionin më të afërt policor.